vitin 2021. Duke e propozuar atë për kryeministër, ne të gjithë më së miri i qëndrojmë besnik plotësisht pritjeve që i kanë vetë qytetarët tonë. E sa i përket kundërshtarëve politik, vetëm një gjë ata nuk mund ta bllokojnë, e unë mendoj që nuk mund ta bllokojnë vullnetin e popullit. E këtë gjë më së miri do ta kuptojnë me 28 dhjetor. Urime kryeministër, na prit të mbara bashkë. Faleminderit shumë i nderuar nënkryetar Glauko Njufca, po pra ashtu sikurse e thatë edhe ju, përderisa partitë tjera politike e mbajtën të bllokuar krimin e institucioneve për kaq muaj, ne po kthehemi përsëri tek qytetarët e kësaj rrodhe, derisa partitë tjera do të bëjnë ngarë për vendin e dytë, neve si lëvizje dhe kryetarit ton, kryeministrit të tashëm e të ardhshëm Albin Kurtit, i mbetet që edhe një herë të tejkaloj vetveten nga kandidati më i votuar deri më tani, të vazhdoj të tejkaloj vetveten në numër edhe më të madh të votave. Kam nderin që t'ju ftoj për votim për propozimin që sapo bëri nënkryetari, pra që kryetari jon Albin Kurti të jetë kandidati i lëvizjes për kryeministër të Republikës së Kosovës. Ju lës që me ngritje dore të deklarohemi kush është për. Faleminderit shumë. A është dikush kundër? A ka ndonjë abstenim? Atëherë konstatoj që me votat e të gjithë delegatëve të lëvizjes, pra unanimisht miratojmë propozimin që zoti Albin Kurti, kryetari i lëvizjes, të jetë kandidati jon për kryeministër të Republikës së Kosovës dhe pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit edhe kryeministri i anshëm i Republikës së Kosovës. Urime, na pritën mbara, kryeministri.